Kryeministri Edi Rama vizitoi sot qendrën spitalore universitare Nën Tereza, e cila firmosi një marrëveshje partneriteti në fushën e shëndetësisë me qendrën spitalore universitare të njohur evropiane San Raffaele dhe Universitetin Vita Salute San Raffaele të Italisë. Kryeministri Rama në fjalën e tij u shpreh se synimi i këtij partneriteti është transformimi i QSU-s në një qendër ekselence dhe një pikë referimi për gjithë Ballkanin. Gjithashtu, deri në vitin 2030, QSU-t dhe Universiteti i Mjekësisë do të transformohen sipas standardeve më të larta të ekselencës evropiane, tha ai. Nuk jemi absolutisht të kënaqur me çfarë kemi arritur, duam të shkojmë më tutje. Dhe ambicia është që ta bëjmë këtë qendër spitalore pikën e referimit për gjithë Ballkanin dhe ta kthejmë në një qendër ekselence mes qendrave të ekselencës në Europë. Kjo është plotësisht e mundur dhe unë duhet ta përsëris këtu sot diçka që e thash edhe kur bëm takimin me përfaqësuesit e spitalit Shiba në Izrael, që nga grupi i ekspertëve të San Donatos që kanë ardhur këtu, kanë vizituar çdo cep të qendrës spitalore, kanë folur me shefat e pavioneve, kanë folur me mjek. Përshtypja për personelin është vërtet e jashtëzakonshme. Dhe njësoj si edhe ata më parë, edhe nga miqtanë të San Donatos, ne kemi dëgjuar fjalët më të mira për ju, për mjekët, për infermierët, për personelin e qendrës, dhe kjo është baza e besimit të tyre, e besimit ton, që ne mund ta transformojmë qendrën në një qendër ekselence për kujdesin shëndetësor për gjithë Ballkanin. Por paralelisht me qendrën, ne duam të transformojmë edhe Universitetin e Mjekësisë dhe dua ta theksoj që në të dyja këto bashkëpunime, që në fakt janë pjesë të njëjtës marrëveshje, synimi nuk është thjesht që të kemi një partner më shumë ndër shumë partnerë që kemi. Synimi nuk është që të kemi një konsulent më shumë ndër shumë konsulentë që kemi, apo që të bëjmë një binjakëzim më shumë ndër shumë binjakëzime që kemi.